Miq të emisionit Koha Shtesë, sot do të zhvillojmë një intervistë sa i përket ndeshjes Shqipëri-Serbi. Është pikërisht ajo ndeshja anormale, ajo ndeshja ku luan për kualifikuesit e botërorit, por ndoshta një fitore me Serbinë do dëshirojmë më shumë se sa thjesht një bilet botërori për të qenë pjesë aty ku ne nuk kemi qenë asnjëherë në historinë tonë. Për këto dhe shumë të tjera do të flasim me një futbollist të kombëtares dhe njëkohësisht pak kohë më parë Ilir Alliu është vlerësuar nga Armand Duka si një legjendë e futbollit shqiptar. Përshëndetje Ilir Alliu. Përshëndetje, si jeni? Atëherë, duhet të dalim pikërisht edhe pak te pjesa e çmimit, je vlerësuar si një legjendë e futbollit shqiptar. Ti ke dhënë ato ndjesitë e para nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, nuk e di duam në një reagim të shkurtër. Është gjithmonë këto përqase me përulësi, nuk është nevoja për shumë publicitet madh. Sigurisht për mua është një nderi madh që ti përkasi plejade futbollistësh cilët kanë merituar sipas mënyrës tyre gjithë secili që ka dhënë kontribut, ka merituar atë vlerësim. Është një nderi madh me mua, do përpiqem që ta shpërblej tashmë jo në fush aktiv, po përmes opinioneve, bisedave televizive, në të gjithë fushat e tjera ku duhet me ndihmu sportin në çdo lloj forme. Sigurisht është dhe ky një kontribut shumë i madh nëpërmjet mendimeve dhe këshillave që ti jep nëpërmjet daleve publike për dhënë atë mendimin tënd se si të bëhen gjërat sa më mirë të jetë mundur, që duke nisur që nga puna e stafeve drejtuesve për të dhënë sigurisht një mendim, por edhe për lojtarët ata të cilët janë protagonistë në fushën e dertë. Ilir, dua që ta nisim pak në pjesën e atmosferës. Të kam ndjekur në ato reagimet e tua në dalet publike. Ke qenë gjithmonë i ke mëshuar pjesës që, shikos se do të luajmë me Serbinë, por duhet të mos e ndezim në kaq shumë situatën, sepse ndoshta do të ndikojë për keq te futbollistët tanë. Tani jemi në pikën që është data 5, jemi vetëm 2 ditë para ndeshjes me Serbinë dhe sinqerisht atmosfera është shumë e vakët. Po flasu për reagimin e mediave serbe, për ish futbollistët, për legjendat e kombëtares apo futbollit shqiptar, të cilët thonë gjithmonë që shikosh vetëm një ndeshje radhe dhe nuk duhet ta marrim më shumë se sa kaq. Por mua më kujtohet edhe ndeshja e Elbasan Arenës, domethënë pyetja ime për ty është kjo që jemi tani në pikën që nuk është më ajo frika që do ndizet aq shumë sa do ekipi do shkojë për keq nga gjithë energjia e marrë nga tifozët. Por a mos është shalli dhe ky tjetri që e gjitha kjo qetësim, ndoshta i shërben ekipit serb siç i shërbeu në Elbasan Arena? Jo, duhet bëjmë një dallim shumë të qartë. Unë kam folur për pjesën propagandistike të ndeshjes, për pjesën e PR-it të ndeshjes, për atmosferën me ngarkesa politike, me ngarkesa patriotike. Sigurisht që kjo është një ndeshje që karikimin e ka me vetë. Ty nuk të nevojitet që ta motivosh skuadrën, shiko se duhet mobilizim 100%, nuk i duhet as trajnerit, as stafit, as federatës, nuk i duhet të harxojë energji në një drejtim ku skuadra tashmë e di, thjesht duhet thuar që luaj me Serbinë dhe motivimi është maksimal për shkaqe historike, për shkaqe ndryshme. Prandaj kam insistuar shumë gjatë këtyre 2 javëve të fundit që ekipi i futbollit të lihet jashtë presionit patriotik, sepse mbi ngarkesa emocionale, sigurisht edhe shkencërisht prenus në cilësinë e lojës. Në gjuhën sportive kjo quhet fush i mbi ngarkuar dhe xebari. Do të thotë njeriu humb përqendrimin, pushtohet nga emocione teje të forta dhe sigurisht ka ndikime, ka frenime, organizmi prodhon dhe një farë bllokimi dhe rezistencë ndaj emocioneve. Atëherë, ndërkohë masat e sigurisë për këtë ndeshje janë shumë të forta ashtu siç edhe pritin, por ndoshta edhe është tejkaluar pak situata. Do të kemi pafund forca ushtarake, forca armatose, do të kemi dron, pajisje antidron, dron për të parë fytyrën e atyre personave të cilët mund të krijojnë incidente të mundshme. Ndërkohë në media ka dalë një lajm i fundit që policia do të jetë edhe te rooftopi në stadium, sepse pritet ose më saktë ka disa informacione që serbët nuk kanë infiltruar disa shqiptar për tu akmarrë për atë ballismorinën, për të pasur ata një ballismorina të Serbisë në thonjza, për të pasur ata një dron aty të nxjerrë në Shqipëri, ose ndoshta jemi në vitin 2025 dhe vitet kalojnë, teknologjia avancon, droni ishte i 2014-s, ishte një gjetje
ndoshta edhe shqiptare për ta nxjerrë në treg, sepse droni më pas u përdor edhe për të ruajtur kufite për shumë gjëra tjera. Tani jemi në vitin 2025, ka dalë hologramet, fitet e për holograme, janë shumë gjëra ndryshme. Nuk e di ti vetë personalisht i friksohesh se do ndodhi diçka më shumë se sa në thjesht ndeshje futbollit në stadion. Jo, nuk i friksohem fare. Sigurisht mirë kuptoj gjithë pjesën administrative të kësaj ndeshje, mirë kuptoj Federatën Shqiptare të Futbollit për aspektin se vendi organizator është përgjegjës për gjithçka në mbarvajtjen e kësaj ndeshje. Sigurisht nuk jam shumë dakord me këto kontrollet e rreptas, edhe kur shkon në burg në sigurisë lartë, nuk mund presësh 6 orë për një ndeshje futbolli. Ajo është një ndeshje futbolli, sigurisht duhet ketë masa sigurie, po jo deri në pikën sa ta çojmë një sportdashës tonin në shkallët e stadiumit të çmontuar fizikisht. Është një terror psikologjik, si ta thuash. Është një problem psikologjik, është të jep ndjesinë e keqe, sikur po shkon në një atmosferë lufte dhe gjithë kjo atmosferë demotivon tifozët. Në fundit futbolli qëllim ka bashkimin, qëllim ka në kënaqësinë, qëllim ka argëtimin dhe ja heq atë dëshirë sportdashtit për me shku në stadium kur krijon kaq masa. Por në një farë mase kjo ka një farë kuptimi për shkak edhe të interesit të jashtëzakonshëm. Ato që ta kenë bë punë e vet, apo edhe kampet përballë njëri tjetrit ta kenë bërë punën e vet psikologjike që ta shohin vetëm si ndeshje futbolli, sigurisht historia ka pesë ndeshje dhe gjykoj se kanë bërë mirë që marrin masa, jo deri në këtë pikë, por vendi organizator është i detyruar që të interesohet në çdo detaj për mbarvajtjen e kësaj ndeshje. Okej, deri atëherë le të kthehemi te ndeshja, të flasim për ato që pritet të ndodhin në fushën e blerë. Dua ta nis me një pyetje të parë. Tu më shtrydhesh. Dua ta nis pak me një pyetje të parë të përgjithshme. Jemi në ndeshjen Shqipëri-Serbi dhe në grupin ku Shqipëria është bashkë me Serbinë. Në Europianin e parë që ne shkuam në Francë, kishim po në grup Serbinë. Dua ta lidhem të pjesën që Shqipëria në kohën e Silvinjës ka disa ulje në rritje, por ne shohim që ulja e performancës në kohën e Silvinjës ka qenë në Ligën e Kombeve, dhe ti e di shumë mirë që Liga e Kombeve ishin disa ndeshje miqësore, të cilat artificialisht, si ta thuash, nga UEFA u ushtruan në ndeshje zyrtare, dhe edhe ti që ke qenë futbollist besoj se ka pasur disa ndeshje ku lojtarët e ekipit kombëtar e ulin pak tempin e tyre, por se gjitha ndeshjet, si ta thuash, me kombëtaren janë ndeshje zyrtare dhe është krenarita profesorësh të fanellën. Pyetja ime është kjo: a mos ndoshta është fat për ne shqiptarët, a është një augur i mirë fakti që kemi Serbi në grup për të shkuar në atë nivelin tjetër, për të bërë bashkë, sepse ne shqiptarët nuk para bëhemi bashkë shpesh, na duhet ai kundërshtar i fortë që ne të jemi gjithë bashkë. Kështu do ndodhet në stadium. Ose një arsye historike. Një arsye historike, diçka që na ngacmoi atë nervin tonë, dhe Serbia është fiks njeriu ose kundërshtari që mund ta ngacmojë nervin e shqiptarit. Nëse ne do administrojmë si duhet këtë nerv, mund ta kthejmë pozitivitet. Por atmosfera dita e ndeshja ka filluar, ka gjatë që ka filluar që para 2 javësh, dhe krijimi i atmosferës dhe temperatura që ne përcjellim te ekipi ynë kombëtar nga jashtë, me deklaratat tona, me sugjerimet tona, qoftë këto sportive, qoftë emocionale, për të diku për të ngritur pak tempin e ekipit, diku për ngritjen e vëmendjes. Të gjitha këto janë elementë që kanë ndikuar, dhe ndeshja Shqipëri-Serbi sigurisht, pavarësisht uljes së presionit nga jashtë, do ta ketë ngarkesën emocionale. Të shpresojmë të jetë brenda kufive aq sa futbollistëve tonë t'ju japi lirshmërinë e duhur për të bërë një ndeshje dinjitoze. Sa për pjesëmarrjen e Shqipërisë dhe luhatet e Shqipërisë në për gjatë kohës në Silvinjën. Po, gjatë kohës Silvinjës, për 3-4 ndeshjet e kaluara, shiko, ajo që unë kam pritur nga Silvinjo si trajner futbolli, në bazë të pritshmëritë mia, ishin sa kapaciteti që ata mund t'japin. Duke pasur parasysh seriozitetin, punën individuale, cilësinë e futbollit të luajtur nga stafi teknik i ekipit tonë kombëtar, unë shpresova dhe pretendova që për
2 palë eliminatore, se bashkë me Conference Ligën, quhet ajo kupa që ka Liga e Kombeve. Në Liga e Kombave, i bëheshin 2 palë eliminatore bashkë. Në 2 palë eliminatore bashkë, trajneri i ekipit kombëtar do të kishte krijuar një stil loje te ekipi ynë kombëtar. Ajo që na mungon prej fillimit të historisë futbollit të Shqipërisë është sepse ne nuk identifikohemi nga një stil i veçantë loje, nuk kemi shkollën tonë të futbollit. Dhe pasuria më e madhe që Silvinho t'i lindë e ekipit tonë kombëtar nuk janë arritjet e një finale evropiane, të shkosh në finalet e evropiane. Sepse këtë sukses historik tashmë në histori ka hyrë Gianni De Biasi me atë, se ka hyrë për herë të parë. Kjo Liga me këto eliminatore dhe me eliminatoret e Ligës Kombeve, ekipi ynë kombëtar duhet kishte një identitet të vetin, të kishte një stil loje, një mënyrë loje me cilën identifikohet ky ekip. Kurse ne, për fat keq tonin, e kemi krejtësisht pa justifikuar gjitha të luhatje, për shkak se nuk është se kemi kriju fizionominë e lojës që duhet të ndërtojmë dhe ne ta mas. Nuk kemi marrë 2 herë rezultate njësoj. Është destabilitet shumë i madh. Ke marrë 3 pika atje ku si ke prit, dhe ke humbur atje ku të çon logjika drejt fitores. Po, ç'a do të thotë kjo? Se ka pjesë tjetër më të keqe. Kjo do të thotë që ky ekip luan e merr rezultatin rastësisht, nuk e merr rezultatin si produkt i punës që ka bërë dhe i rrjedhimit logjik ku të çon loja e ndërtuar nga ekipi kombëtar. Ke fituar me Ukrainën jashtë dhe Humbe në shtëpi. Ukrainën brenda. Më thuaj me këllozëm tjetër. Fituam jashtë dhe unë në shtëpi. Fituam jashtë, në Shqipëri kemi bërë një ndeshje skandaloze. Kjo nuk justifikohet me fushën. Kjo justifikohet me mungesën e përgjegjësisë. Kur luajmë fushën tonë, ku ti duhet marrësh përsipër të krijosh lojë dhe të ndërtosh lojë. Çka do thotë duhet jesh edhe dominues në kontrollin e topit, se loja nuk e ndërton dot, por nuk do të bën lojën me top. Ne shkojmë te rezultati rastësisht. Kur shkojmë në ndeshje të jashtë, nuk është problemi se atje punon më mirë trajneri apo ka punuar më mirë skuadra. Ekipi është më i çliruar emocionalisht, los më mirë në variantin e vet dhe sigurisht ka dhe rezultat më të mirë. Do të thotë ti merr rezultatet, ti e ke ti nuk ke ndërtuar punën që këtij ekipit ja marr frutin si jashtë si brenda. Edhe ky është çedimi i madh se dora e trajnerit ku do duket. Do duket në një ndeshje që ti duhet ta fitosh dhe duhet të ndërtosh e përsi numerike, e përsi territoriale, e përsi zona, e përsi me raste, dhe ti nuk e ke prodhuar në asnjërin nga ndeshjet që ke luajtur në Tiranë, dhe ky është handicap shumë i madh. Ilir, ti ke qenë një nga zërat, si së bashku edhe ne kemi pasur gjithmonë një mendim që Armando Broja është lojtari i paprekshëm të Shqipëria, është në sajtë potencialit dhe talentit që ka, dhe në sajtë pranisje i ka për kundërshtarët, panikun që i krijon për kundërshtarët, është një nivel tjetër nga gjithë lojtarët që ne kemi. Por një zë kritik ndoshta mund thoshte që okay, në rregull, po Armando Broja në 2 sezonat e fundit nuk ka shënuar as i gol apo ka shënuar një gol. Ky tregues apo fakti që ne e mbajmë ende Armando Brojën duke futur këtu dhe talentin dhe potencialin që ka ende si lojtarin kryesor të Shqipërisë, tregon që Armando Broja është kaq shumë i mirë apo që jemi ne kaq shumë keq sa s'kemi një lojtar tjetër për qëndruar te ai, për na marrë ai mbi shpatulla. Për fat keq janë të dyja bashkë. Të dyja bashkë. Janë të dyja bashkë dhe gërshetohen në atë mënyrë të pasgjithshme se Brojën nuk e largon dot sepse është më mirë Broja i dobët në fushë se sa një sulmues tjetër në formën më të mirë. Dhe kjo i bën të dyja bashkë këto, domethënë që të kesh nevojë absolute, sepse është nevojë absolute. Ne nuk mund t'i themi jo një talenti, një lojtari që dhe mos japi maksimumin në fushë për hap panik të kundërshtari dhe praktikisht është një element shumë i rëndësishëm për ta mbajtur ekipin kundërshtar të rreshtuar mbrapa afër portës, sepse ai futbollist me cilësitë fizike dhe teknike që ka përbën gjithmonë rrezik eminent, rrezik prezent çdo sekond që i shpëton mbulim. Ai mund mos shkoj, mund
t'i shpëtoj kur, po mban 4 mbrojtësa në vijën e pasme të kundërshtarit të vëmendshëm. Në rastin tjetër, kur fusim një futbollist që ka bërë diskutim goxha teknik, që ka bërë mirë në kampionatin e vet, mirë po kapaciteti i tij nuk është në nivelin që në ekipin kombëtar të krijojë rrezikshmëri, cili do të jetë ky lozi sa do mirë, nuk prodhon dot panik që prodhon në ekipin kundërshtar Armando Broja. Talenti, cilësia, aftësia, puna me topin, dhe jo rastësisht në çdo ndeshje që ka hyrë, i ka dhënë sinjalet, sepse është lojtar që merr thellësi, është lojtar që çonte kundërshtare me shumë pak sakrifica, se që kuptojmë drejt, te porta e kundërshtarit shkohet o me organizim, me lojë me shumë pasime, është gradualisht, cilësi të cilën ne nuk e kemi për fatkeq, është me lojtarë që marrin thellësi, janë të shpejtë, të fortë. Dhe lojtarë që merr thellësi në ekipin kombëtar nga është vetëm Armando Broja. Të gjithë të tjerët janë lojtarë që lozin me shpinë nga porta e kundërshtarit dhe kanë problem shumë të madh derisa të dalin me fytyrë nga porta e kundërshtarit. Sigurisht janë lojtarë të mirë, nuk heq asnjë presje, por ky bën dallim shumë cilësor me ta. Është kush diskuton tjetër gjë për raportin e cilësisë, sa duhet jetë Broja në fush apo s'duhet jetë Broja në fush, me mendimin për futbollin. Është një shprehje tjetër që thotë për shembull që një herë mund të jetë rasti, 2 herë është gjysmë prove dhe 3 herë është një provë plot. Fakti që Broja dëmtohet kaq shumë shpesh, fakti që Broja nuk po kthehet në atë nivelin e tij më të lartë me klubin, çfarë të bën të kuptosh nga gjendja e Brojës? Pra, përse Broja nuk po shkëlqen në klub paktën ashtu siç ne të gjithë presim, ne heqim pjesën e kombëtare, se ti je ish futbollist, ke qenë futbollist vetë, është diçka me disiplinën, me punën e tij, çfarë kupton? Jo, ka disa elementë të cilët në lojën e luajtur i njeh. Ekipet i njohin. Ka futbollistë që janë më robust, më të qëndrueshëm fizikisht se disa tjerë, ka disa tjerë që janë më të prekshëm nga dëmtimet. Kemi rastin e Kevin De Bruyne. Po. Nuk e ka mbyll asnjë kampionat pa pas dëmtime të gjata. Tashmë është 30 vjeç edhe 30 e kusur vjeç. Edhe kemi rastin e Marco Reus e Borussia Dortmundit. Po. 7-8 ndeshje në sezon ka luajtur gjithkohën, sezonin më të mirë 10-15. Janë futbollistë që janë delikatë nga natyra. Sigurisht që nga pikpamja shkencore, futbollistët që kanë shpejtësi të madhe dhe kanë peshë trupore shumë të madhe janë më të prirur që të bëjnë defektet, i themi, ose dëmtime. Dhe është fatkeqësi atij lojtari me talent kaq e le për një kohë të gjatë që të shprehet mirë në futboll. Le të shpresojmë që me kalimin e gjithë këtyre të këqijave, ne urojmë vetëm që ai të jetë me shëndet për veten e tij, por edhe për Shqipërinë do të një potencial i përzuar që do i vijë në dispozicion për shumë eliminatore rresht, është një talent i tillë të ngelet vetëm të shpresosh, sepse ndodh shumë rrallë në futboll. Të paktën për nga talenti që ka, ky është absolutisht talenti më i madh që ka prodhuar futbolli shqiptar në një shekull ekzistencë. Ti e the me drejtë që Broja i formës më të dobët është më mirë se sa shumë tjerë sulmuesit ne kemi të formës tyre më të mirë. A mendon se mund të jetë Armando Broja njeriu që mund ta marrë Shqipërinë mbi shpatulla kundër Serbisë? Nëse Broja do të jetë mirë fizikisht, absolutisht kemi për të parë një ndeshje fantastike, sepse qenia e Brojës në fushë nuk ndikon vetëm tek kundërshtari, ndikon edhe moralisht tek gjithë ekipi ynë, sepse e shpreson dhe e beson në rezultatin pozitiv me Broja në fushë. Me të jetë mirë fizikisht dhe do të ketë tjetër frymar. Broja, mos harrojmë, është nga ata lojtarë që duhet ta ndalojë vetëm përmes faullit ose formë tjetër nuk përballë me kundërshtarin.
Okej, tani duhet të diskutojmë pak të pjesën që ndeshjes Shqipëri-Serbi mua kujtohet për shembull ndeshja më e bukur që ka nxjerrë Shqipëria në mendimin tim, ishte ajo në Europianin e Gjermanisë kundër Kroacisë. Kemi bërë një ndeshje fantastike aty kundër Kroacisë. Nëse i marrim për bazë dy kundërshtarë, dy vlerat, Serbia tani aktuale me Kroacinë e Europianit. Kush mendon se ka pasur koeficient më të lartë të vështirësisë në cilësi ekipi duke hequr pjesën historike? Sigurisht Kroacia. Unë nuk e... kjo është, duhet të jemi dhe pak të vëmendshëm në ndeshje të këtilla. Këto janë ndeshje që i fiton skuadra, nuk i fiton as trajneri as kusht tjetër. Janë karakteristikat të llojit në ndeshjeve që i fiton ekipi. Motivimi është maksimal, ndërgjegjësimi i lojtarëve është maksimal, askujt nuk i lejohet ta ketë mendjen diku tjetër, po dhe nuk e ka diku tjetër. Gjëja më e mirë që mund të bëj trajneri në një ndeshje të këtillë, se do jetë ndeshje fort e ekuilibruar, ndeshje shumë e kuptuar, gjëja më e mirë është që të ekuilibrojë e lojtarëve. Mos t'i lej lojtarët të dalin nga detyrat taktike, mos t'i lej të marrin përsipër më tepër se që kanë kapacitetin e vet, sepse gjendja emotive, euforia atë detyrën ikën, ndihmon sulmin, po harron që le mbrojtjen. Është një ekuilibër emocional që duhet ta gjej trajneri i ekipit kombëtar, më tepër duhet një psikolog në ndeshje të tilla se sa duhet një trajner futbolli, sepse të gjithë do japin gjithçka dhe thjesht duhet ai mekanizmi organizues që ti do japësh çka, po ta japësh mes një mendimi të saktë që skuadrën ta çojë drejt suksesit. Shqipëria, ti them me drejt, unë mbaj mend intervistat e tua të mëparshme që kemi zhvilluar së bashku dhe para se të vinte Silvinjo që ti, gjëja e parë që kërkoja nga Silvinjo dhe nga trajneri i Shqipërisë ishte pikërisht stili i lojës. Nuk ka rëndësi fitoria, sa ka rëndësi stili i lojës, dhe me drejt the që të paktën Shqipëria të identifikohet që shkon në sulm, po shkon në këtë lloj mënyre, në këtë lloj logjike. Qartë se si ne shkojmë, se si e presim fitoren. Po. Nuk kemi një mënyrë. Nuk kemi një mënyrë qartë. Por nga ana tjetër jemi bërë shumë të lexueshëm me formacionin. Ne kur bëjmë atë formacionin e mundshëm, kemi 15 ndeshje që luajmë me tjetër lojtar, ndoshta 2-3 emra të ndryshuar, po skema është po ajo. Mënyra e lojës është po ajo. Ti kundër Serbisë, a prej diçka ndryshe nga Silvinjo, një befasi nga Silvinjo, se për shembull me Andorrën, pavarësisht se nuk është tregues, u provua një gjë ndryshe për kombinimin Broja me Mandajn. Kjo nuk do të thotë që Asani do të gjeli jashtë kundër Serbisë, por thjesht në logjikën që a mund të provojë diçka ndryshe këtë herë? Për të provuar ndryshe mund të ketë 300 mënyra dhe pa e luajtur skemë, mund ta provosh ndryshe me lojtarë të tjerë. Po. Mund të luash dhe me të njëjtët lojtarë, po mund të luash me skemë tjetër. Ka 300 mënyra për të luajtur ndryshe. Po unë nuk besoj se në këtë ndeshje do kenë shumë, nuk do lëvizin nga stili i tij i lojës, nga vendosja fillestare. Do luajë me atë variant që ka luajtur gjithë me 4-2 4-3-2-1. 4-3-2-1, po. 4-3-2-1 do luajë dhe ato e ka skemën e vet. Në vet i duhet dhe ekuilibër për shkak edhe të kundërshtarit që është ekip mesatarisht i nivelit ton, nuk është se Serbia ka një nivel shumë më të lartë se sa ekipi ynë kombëtar. Gjykoj që do luajë në të njëjtën formë dhe me të njëjtët individ që u ka besuar. Po. Nuk besoj për mua, nëse do bënte ndryshime, nëse do sakrifikoj se duam të dim edhe mentalitetin trajneri dhe këtë ne nuk e në qoftë se do vendosi të hedh lojtar me karakteristika sulmuese që kanë edhe forcë, po kanë dhe shpejtësinë dhe dinamizmin e duhur për të rrezikuar më tepër drejt sulmit. Duhet përdori Hoxhën në krahun e majt, sepse është i vetmi futbollist që t'jep garanci që shkon deri atë me topin kam, ndërkohë nxjerr dhe ekipin para. Por nëse trajneri vendos ta shikojë ndeshjen si një ndeshje që nuk duhet humbur, do luajë me balanca të tjera, do shkojë më pak në gol, do presi ta bëj golin nga situata rrethanore ose mbi bazë cilësive individuale të Brojës, atë Aslanit, qoftë edhe të këtij Hasanit, sepse jemi realist, në
ka bërë 5 gola, 6 gola Hasani, ka bërë që janë 5-6 gola që është ulë zotin tokë që mund të shkojë gol ato gjujtje. Domethënë vin nga rrethana krejt individuale. Nuk është të jep rezultat se aksioni do shkoj drejt golit se ka ku shkon. Po. Ndërkohë sa i përket kemi një moment ndoshta për ta diskutuar për Mirlin Daku. Sulmuesi më në formë i Shqipërisë në klubet ku ata luajnë në Europë është Mirlin Daku. Por nga ana tjetër, sa mendon se Mirlin Daku mund të ketë minuta për të takim, nuk po flas për të filluar, sa mund t'i besoj Silvinjo duke ditur karakterin e Mirlin Dakut. Është një tjetër gjë kur trajneri i flet lojtarit, sa do t'i flasë para ndeshjes, dhe një tjetër gjë kur ai hidhet në fushën e vlerë, sepse Mirlin Daku është një karakter që provokohet lehtë nga kundërshtari dhe reagon po kaq lehtë. Beson se Silvinjo mund t'i besoj në një minutë Mirlin Dakut apo do ta heqë thjesht duke ditur që sa do të jetë këtë ndeshje? Ajo që është pak po e sigurt është nëse do ta njihja vetë direkt, do të jetë një opinion të qartë. Trajneri duhet bëj analizën e karaktereve. Dhe në bazë të analizës karaktereve, duke pas parasysh dhe historinë që pjesë e ekipit ton kombëtar janë me origjinë nga Kosova, e kanë adrenalinën shumë më të lartë pjesa tjetër e ekipit kombëtar, jo se s'na dhimbset, po sigurisht është ndryshe të ndodhë në shtëpi diçka ndryshe. Edhe gjykoj dhe mendoj që për informacionin direkt nuk i ka shanset për shkak të brojës, për shkaqe që s'varen nga ai, po dhe minutat do varen nga momenti psikologjik i ndeshjes. Rezultatin 1-0 të fusësh një pyk me rrisje që s'të duhet. Po ta fusësh në rezultatin 1-0 për ta me synimin që do forcoj sulmin, ngarkesa emocionale i bën të nxjerr në pa qëndrueshmërinë e karakterit që ka. Kështu që është tik me dy presa. Unë gjykoj që ky do ta prek fushën. Unë jo të s'bën si lojtar. Nuk je që asnjë cilësi si lojtar, po është vetë karakteristika e kësaj ndeshje, e kësaj përballje që mund të bësh shumë mirë, po mund ta lësh ekipin edhe në bal për shkaqe pozitive, se emocionalisht do të fitosh. Po mënyra, rruga që zgjedh nuk është rruga e drejtë dhe në ndeshje të tilla nuk merren rrisje të këtilla. Se duhet kemi parasysh edhe një gjë. Në qoftë se ne nuk marrim 3 pikë në ndeshjen me Serbin, lam të mirë kualifikojmë. Kjo është ndeshjes, sa do ta sfumoj, qoftë FSHF, qoftë stafi drejtues, që kjo nuk është ndeshje që përcakton të ardhmen tonë, kjo të paktën të ardhmen e ekipit kombëtar e përcakton, nuk do kualifikohet për në Evropian. Kjo është vërtet. Ne praktikisht kundërshtarin direkt kemi Serbin për vendin e dytë në grup. Sepse kundërshtarët e tjerë kanë diferencë të madhe. Ne i bëjmë llogarit. Minimumi është që në Shqipëri ne duhet marrim 3 pikë. Dhe të shpresojmë që Anglia t'i marris ndeshjet seriozisht, si me Serbin, si me ne. Po ne duhet bëjmë pjesën tonë. Pjesa jo pa mundur kundërshtarin direkt në ndeshjen direkte, as moralisht nuk ke drejt ta pretendosh kualifikimin, se do të bi për rrethana që janë ekstra teje. Sidomos ne ishim tu kur kemi folur për ndeshjen Angli-Shqipëri dhe të gjithë ishin të zhgënjur që na mundi Anglia, imagjino çfarë mund të thotë Serbia që ka më shumë pjesëmarrje në Evropian, domethënë ti e ke djegur një shans tëndin me Anglinë, ndërsa Serbia e ka aty për ta luajtur. Kështu që janë këto kombinimet e tjera që ne si presim dhe na do të hapin shumë probleme. Të gjitha kombinimet lidhen me diçka. Ti ke ndeshjen e radhës. Ti je objektiv për sa kohë ndeshjes së radhës i merr maksimumin e asaj që ty duhet për objektivin. Ne kemi ndeshjen e radhës me Serbin, që unë besoj, që është ndeshje besoj dhe e kam besim të argumentuar, është ndeshje që fitohet nga ne, për shkak se nuk ka nevojë që të fusit durët askush në ekip, nuk ka efekt të roli trajner në këtë ndeshje. Ti je garant.
për këtë punë. Mjafton mos bëj çudirat mëdha, e kupton? Se Po, sipas teje do të jetë një ndeshje e fituar nga vetë lojtarët. kjo është ndeshje tipike që e fitojnë futbollistët. Është e njëjta, nuk kemi qenë as në cilësinë e Greqisë kur e mundëm sa kthehej nga evropiani që ishte kampion. As e kemi pas cilësinë barabart me ata në atë kohë edhe për shumë vite mrapa, as kishim shanse në letër për ta mundur, janë ndeshje që fitohen fushë dhe i fiton ekipi. I nxjerr skuadra, kanë ndeshje që skuadra i nxjerr shumë. E shikon ambientin për ta bërë pikërisht tani me që nuk ndodhen në Elbasan Arena. Janë të gjithë elementet që favorizojnë, duhet kemi parasysh kanë glorifikuar jashtëzakonisht shumë futbollistët e Serbisë, pjesa e specialistëve vendas. Jo, janë futbollistë në ekipet e tyre mesatar dhe në nivelin mesatar. Nuk janë futbollistë që udhëheqin klubet siç ka pas Serbia apo ish Jugosllavia dikur që ishin kudo që ishin ata ishin hyjet e skuadrave. Nuk është ai nivel. Këta janë metër, centimetër të barazvlefshëm me lojtarët ta. Nuk kanë as një cilësi dhe as një merit më shumë. Kanë një stil loje të lexueshëm për fatmirë. Luajnë shumë mirë me ansoret dhe pretendojnë që lojën në ajër të jenë dominues, po edhe kjo e bën edhe të mirë, edhe të lehtë, edhe të vështirë. Për të jep lehtësinë se e lexon. Sa i zoti do jesh marrësh masat, se nuk mjafton që të kesh lojtarë të mirë që në mbrojtësat, se thonë kanë dikë që lufton mirë në ajër. Po shumë mirë ti i bllokon dy ansoret, nuk le të marrin pasin final. Sepse po erdhi topi në zonë nga krahët, nga fundorja, rreziku është shumë i madh. Po ti ke mundësi ti bllokosh lojën ansore, ka zgjidhje çdo problem në futboll. Dhe unë e shikoj aq më mirë që lexohet qartë stili futbollit tyre. Por do të jeni të sigurt, ata nuk kanë lojtar krahu si Roberto Carlos apo Kapuja që si mban dorë. Janë lojtar oke 5 o pa 5, një lloj me lojtarët tonë të linjave. me Mitaj për shembull, ose vend diskutim që është më i mirë mbrojtësi djata me fushori djati i Serbisë, se sa Mitaj që luan krahun e majt tonin edhe mund ta marrë atë krah pastër dhe mirë dhe fort që mos lejoj të marrin asist nga ai krah. Po ashtu gjykoj edhe Balliu e ka cilësinë shumë mirë se luan një kampionat teknikisht shumë mirë që i njeh mirë ansorët, ka eksperiencën, ka bërë sezon të mirë, ka bërë sezon shumë të mirë dhe ekipi që luan dhe nuk e shikoj që kemi diferenca individuale. Si skuadër, pastaj ata janë më të lexueshëm se ne, ata e kanë një stil lojë. Ne jemi për fat mirë këtë ndeshje, jemi të pasbulueshëm për ta se ne se dim as vetë çfarë stili loje kemi. Nuk kemi zbuluar akoma veten, imagjino të na zbuloj kundërshtarin. Prandaj të them që janë ndeshje që i fiton ekipi. Nuk e di si do dali goli, nuk e di askush Shqipëri si bëjmë gol. Po ndeshjen e fiton Shqipëria. Ai që të thotë që si do dali goli e ka shumë gabim. Kjo është e bukur, domethënë. E di kush do e bëj. Kjo është e bukur. Ti parashikoni fitoren e Shqipërisë, po do dalë një gol, po se di se si do dalë sepse se di njëri. Nëse di askush. Nuk ka as në ekipin tonë kombëtar që të thotë mënyra se si do shkojmë ne në gol. Detaj bukur është. Po më gjej 2 golat njëjtë të ekipit tonë kombëtar që nga vajt me aksion. Edhe pasaj tërhiqem unë nga deklarata. Po, kemi 5 gola një lloj që i ka bë Hasani, unë zonë tokë, edhe ta vetëm Bjeri ti qëllo se të shkojnë në Bërcepa. Për tirat me remund. Ky është rekord për Ginë. Okej, dhe për ta mbyllur, po. E shikoj një ndeshje të fituar nga Shqipëria, pa dominancë të asnjë ekipi, as tonit as atyre. Nuk parashikoj as një lloj probleme, as në stadion, as në ambientet rreth tij. Do jetë një ditë e qetë dhe një darkë për të festuar. Inshallah takohemi pas ndeshjes rrugëve të Tiranës. Sigurisht, Lira, ju shumë faleminderit që ishte pjesë e jona. Përshëndes vëlla, mirupafshim.